Nga kjo e marrë, çdo qytetar që do të marrë një kredi të re në sistemin bankar do t'i nënshtrohet kushteve të reja. Personat që kërkojnë të marrin një kredi të re nuk do të kenë mundësi të marrin 100% të vlerës së financimit nga sektori bankar. Në një intervistë për News 24, drejtori i stabilitetit financiar në Bankën e Shqipërisë, Klodion Shehu, shpjegon vendimin e marrë nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Qendrore për masat kufizuese për marrjen një kredie të re për pasuri të paluajtshme. Janë vënë kufi të sipër për raportin e vlerës së kredisë ndaj vlerës së kolateralit. Ky është për lekun është në nivelin 85% për shtëpinë e parë dhe 80% për shtëpinë e dytë, ndërsa për valutën është 75% për shtëpinë e parë dhe 70% për shtëpinë e dytë. Krahas këtij kufizimi, vendimi përmban edhe një kufi tjetër të sipër për një tregues tjetër, që është ai i shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave të kredimarsit. Për lekun, ky është në nivelin 40% dhe 35% dhe për valutën është në nivelin 35% dhe 30%. Banka e Shqipërisë argumenton se të dhënat ekonomike nuk paraqesin ndonjë rrezik të mundshëm për ndonjë krizë në këtë treg. Por pse vendosi banka të marrë tani këtë vendim? Qëllimi i këtyre masave nuk është, po themi, të ndikojë direkt çmimin e pasurisë të paluajtshme rezidenciale. Ne dimë që në këtë treg ka një mori faktorësh të cilët e përcaktojnë këtë çmim. Por sigurisht nëse këto masa do të ndikonin që lëvizjet në këtë treg të jenë më graduale dhe më në përputhje me ecurinë afatgjatë të ardhurave të familjeve, kjo do të ishte një diçka pozitive në këndvështrimin tonë. Shehu thotë se në rregullore përcaktohet edhe rishikimi i këtij vendimi pas 2 vjetësh. Objektivin e kemi që të mbledhim të dhëna nga banka sipas 3 mujorëve, të shikojmë efektin që mund të ketë ky vendim në zhvillimet e kredisë së re për pasuri paluajtshme rezidenciale, në po themi shpërndarjen e vlerave të këtyre treguesve për cilat vendimi vendos disa kufizime. Dhe sigurisht në rast se do të ketë nevojë, do të ndërmerren ndryshime të vendimit ose masa të tjera shtesë në rast se do të jetë nevojë. Më herët Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka rekomanduar Bankës së Shqipërisë aplikimin e disa kërkesave shtesë të administrimit të rrezikut me qëllim frenimin e rritjes së shpejtë të kredive për pasuri të paluajtshme. Shehu thotë se masat e marra i adresohen edhe komenteve të institucionit ndërkombëtar financiar. Po themi fokusi në këto zhvillime ka qenë më i hershëm se sa rekomandimi i FMN-s, po sigurisht këto masa le të themi adresojnë edhe këtë koment të cilin e ka lënë Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e tij. Më duhet të them gjithashtu që edhe Kuvendi i Shqipërisë në rezolutin e tij për Bankën e Shqipërisë është shprehur që është e nevojshme të monitorohen zhvillimet në këtë treg dhe nëse është e nevojshme të merren masat përkatëse. Dhe gjykojmë që ky vendim i Këshillit Mbikëqyrës njëkohësisht adreson edhe këtë po themi kërkesë të Kuvendit të Shqipërisë në rezolutin e tij. Kjo është hera e parë që Banka e Shqipërisë merr një vendim të tillë për kufizimin e financimeve, ndaj mbetet për tu parë efekti i saj në treg.